Në maj të vitit 1944 u zhvillua Kongresi i Përmetit, ku Lëvizja Nacional Çlirimtare shpalli veten si e vetmja forcë legjitime politike në vend. Kongresi mori vendime kyçe, formoi një qeveri të përkohshme, shpalli ndalimin e rikthimit të mbretit Zog dhe vendosi që pas luftës do të organizohej një plebishit popullor për formën e regjimit. Në fakt, këto vendime japën rrugën pushtetit absolut të Partisë Komuniste. Ndërkohë, forcat gjermane nisën të rreqe nga Ballkani dhe në nëntor 1944 ato u larguan përfundimisht nga Shqipëria. Partizanët hyn në Tiranë, ndërsa balli dhe legaliteti të braktisur nga latët perëndimor dhe të përndjekur nga partizanët u shpërbën ose u larguan jashtë vendit. Në vend të çlirimit pluralist që shumë kishin shpresuar, filloi ndërtimi një shteti komunist, një partijak. Zgjedhjet nuk u zhvilluan sipas standardeve demokratike. Opozita u shpërbë me dhunë dhe Enver Hoxha konsolidoi pushtetin si kryetari i partisë dhe i shtetit. Lufta kishte përfunduar, por në vend të lirisë filloi një regjim diktatorial që do të zgjaste për 45 vjet.